Përshëndetje miq. Sot është një temë në lidhje me çfarë ndodh në përfundimin e zgjimit të shpirtit. Do ta ndaj në dy pjesë. Pjesën e parë, pak njohuri në lidhje me kuptimin e zgjimit shpirtëror, dhe pjesën e dytë, disa shenja për të kuptuar që kemi përfunduar zgjimin shpirtëror. Le të fillojmë me pjesën e parë. Të më falni, unë dëgjoj një zhurmë jashtë, ndoshta janë, kam përpara shtëpisë time, kam një obor me lule të mrekullueshme, ndoshta po kujdesen sepse është koha e pranverës, pra që të gjithë fillojmë të mbjellim lule kudo në kopshtet tona. Ndoshta ndjeni këtë zhurmë, por gjithsesi të pranojmë që jeta është në zhvillim dhe që të gjithë jemi aktiv për atë që në këtë kohë po flas për zgjimin e shpirtit në lidhje me vlerën tonë. Jeta është një bollok në të gjitha drejtimet dhe sigurisht ne do të kujdesemi për tokën mam, do të kujdesemi për ta mirëmbajtur atë, se sot për sot është jeta në këtë tokë. Le të vazhdojmë me pjesën e parë. Zgjimi i shpirtit për të gjithë ne do të thotë zbulimi i vetvetes, dhe duke qenë se ne kalojmë këtë proces, ajo që ne mësojmë në këtë udhtim është që ne kemi një transformim të thellë në lidhje me eksperiencën e jetës tonë. Ne arrim në këtë rrugëtim jo vetëm që të njohim veten tonë të vërtet kush ne jemi, por ne njohim edhe të tjerët, dhe gjithçka që kuptojmë është në njërin krah, ne kuptojmë që jemi qenie njerëzore me një nivel të lartë të ndërgjegjësimit tonë, dhe ku çdo gjë në këtë univers është që ekziston, dhe ekzistenca është çdo gjë që shikoni, si në qiell, si në tokë, pra gjithçka, dhe ne jemi pjesë e këtij universit. Dhe ndërkohë, nga ana tjetër, ne duke qenë se jemi lidhur me shpirtin, do të thotë që ne zbulojmë pra të vërtetën e vetes tonë, duke arritur në një ndjeshmëri të lartë, që do të thotë ne kuptojmë me zgjimin e shpirtit që ne kemi planuar ndryshimin për të ecur me rrjedhën të jetës dhe të dijes kozmike, pra jo vetëm si qenie njerëzore me mendjen me peshqisat, pra që jemi ndërgjegjësuar që të gjithë se çfarë ndodh në botën e jashtme, por edhe në lidhje me veten tonë. Dhe kjo është bukuria që ne arrim në ndjeshmëri, pra vibrimet tona, sinkronizimet që ne marrim, sepse gjithçka dhe çdo gjë që ekziston është një. Dhe kjo është që të gjithë kemi një Zot, dhe ky Zot është në zemrën tonë. Që të gjithë kemi një botë, kudo kemi të drejtë jetojmë. Kjo botë e dhuruar, kjo tokë mëm sot për sot jeta është e udhëruar nga perfekcionizmi plot fuqisë ynore Zotit, universit çfarë do, dhe ne jemi pjesë e kësaj mrekullie se jetojmë në këtë tokë dhe të kujdesemi për këtë tokë, për të vazhduar bukurinë e jetës së zhvillimit të pafundshëm dhe të përjetësisë tonë si qenie shoqërore humane, se kështu jemi krijuar. Por shënim që të gjithë të dini që zgjimi i shpirtit për të gjithë ne është një cirkëll. Pra që do të thotë vërtet shënim përfunduat, pra që do të mësojmë përfundojmë procesin e zgjimit të shpirtit, por nuk është destinacion. Tjetër është shpirti na drejton, pra që të gjithë varet ku jemi, pra është ndoshta në fillimin e ciklit të ri, shpirti na drejton që ne të mësojmë
vazhdimisht në lidhje me jetën tonë dhe hapasapi të jetojmë në momentin prezent, sepse shpirti jeton në momentin tani, çfarë po bëj sot, si jetoj sot. Dhe kjo që bëjmë sot na çon nesër. Pra kjo është bukuria e zimit të shpirtit. Ne lidhemi me shpirtin sepse misioni i shpirtit, misioni i çdo individi është ne vim, pra ne ndihmojmë, bebi ndihmohet, ne mësojmë gjatë jetës rreth me familjen, me miqtan, me shokë e tjera, pra gjatë rritjes tonë, eksperiencës jetës tonë. Dhe sigurisht dhe ne krijojmë, pra ky është rrugëtimi i vazhdimit shpirti është i përjetshëm dhe pavarësisht të sfidave që kemi kaluar, ju e kuptoni këtë që një shënim tjetër është, ju e kuptoni që ju nuk mund të ktheheni më si më parë. Pra nëse ju jeni lidhur me shpirtin, nuk ka kthim mbrapa dhe sidomos shënim për moshën mbi 50 vjeç e lartë. Pra ne jemi të lidhur me shpirtin, po sepse kemi marrë mësimet e shpirtit dhe e dini se çfarë ndodh edhe se çfarë ka ndodhur me ju, se po flas për përfundimin, pra njohje në lidhje me zhdimin e shpirtit. Gjithsesi, që të gjithë jemi në këtë kohë, nuk ka vetëm janë dhe me të rinjt, dhe ata do të lidhen me shpirtin e tyre, pra një jetësi spontan, dhe ndjekin vlerën e tyre, por ndërkohë dhe këta të rinj do të krijojnë pra eksperiencën e tyre, ndërsa ne e kemi krijuar dhe ne jemi lidhur dhe herët avon, sido që të jeni, kudo që të jeni, ne do të lidhemi me shpirtin, ne vi me shpirtin dhe me shpirtin do ta lëm. Prandaj shënim që të gjithë ju që jeni me lidhur me shpirtin, mos kujtoni se do bini në zotëratit, pra keni arritur diçka dhe ju duket sikur jeni si më parë, shpirti të jeni të sigurt kjo nuk ndodh. Shpirti ja keni dhënë shpirtin dhe shpirti do të drejtoj çdo ditë të jetës dhe jeni ju që zgjidhni a jeni duke ecur me atë çfarë ju sjell shpirti apo jeni duke u lëkundur e tjera, gjithsesi të kuptoni që të gjithë ju, sido që të jeni, shpirti do të ridrejtoj dhe kur keni përfunduar dhe zimin e shpirtit që do t'ju jap dhe shenjat, është që ju jeni në një nivel të ri. Tjetër, shpirti është që kërkon pra të kujdeset ashtu sikurse edhe në lidhje me rritjen tonë, në lidhje me kuptimin e jetës, pra na drejton, pra shpirti kërkon çdo ditë jetës të di për atë se çfarë po ndodh, si po ndodh e tjera, dhe kjo është që të gjithë ne gjatë kohës që ndjekim shpirtin, ne arrim që të kemi një pra ide, frymëzime për të cilët ne i ndjekim sepse na përmbushin jetën, na japin atë që na kënaq ne. Gjithsesi, kjo është që sa herë që ne ndjekim pra zbulimin e vetes tonë, pra eksperiencën, thellësinë e vetes tonë, ne arrim dhe në një vetëdije të lartë. Ajo që të jeni të vëmendshëm është nëse për një pjesë nga ju shikoni që gjërat nuk shkojnë mirë, do të thotë që ka akoma, pra jeni të vëmendshëm, do të thotë që ka akoma për të trajtuar dhe ajo që të kuptoni pak a shumë është një lloj sikur ju të jeni në një dhomë të errët, pra në këtë rast me zimin tuaj, dhe duke qenë se ne vazhdojmë, pra ndjekim rrugën ku na drejton shpirti, vjen një moment ne koeficienti i dritës na rritet, pra si ndryshojnë stinët, ndryshojnë dhe ne, dhe koeficienti i dritës na rritet. Dhe në këtë moment ju ndjehet sikur dini, pra që keni akoma për të trajtuar gjërat që dilni nga errësira në një dhomë me dritë. Çfarë ndodh? Verbohesh. Pra kjo është kujdes në atë që ndjesh pasiguri ose lëkundje, por gjithsesi jeni të vëmendshëm në lidhje edhe nga ana tjetër, mos merrni ngarkesë, pra që kërkoni të dini, pra mbi ngarkesë nga ana e njohjes shpirtërore. Mësoni një gjë,
shpirti hapasapi, kur ju ndiqni shpirtin, ju drejton dhe ju mëson, sepse që të gjithë jemi unik dhe që të gjithë kemi vlerën tonë dhe nuk është e nevojshme të mbingarkoni veten me tallëkate një kudo për të dëgjuar sepse kërkoni të dilni nga situata. Shpirti është si programuar dhe në kohën e dur dhe në momentin e dur që të gjithë do të ndjeni që jeni me shpirtin tuaj dhe si gjërat ju vinë me lehtësi. Ndërkohë është të kuptojmë që të gjithë, edhe pse unë e kam dhënë titullin si të kuptoni që është fundi i procesit të zgjimit tuaj intensiv, zgjimi i shpirtit nuk një destinacion, shpirti jeton dhe deri në frymën e fundit ne kemi çdo ditë të jetës, atë që bëjmë sot do të na çojë nesër, por çdo ditë të jetës ne jetojmë në momentin prezencë, ne jetojmë me shpirtin, se shpirti jeton me prezencën, dhe kjo është e bukura që të gjithë më pyetën, edhe më përpara e kam thënë që sa zjat ky proces, që të gjithë ne jemi unik. Ju lutem. Ajo që unë të paktën nga eksperienca e jetës time është që mësova që shpirti është me mision 7 vjeçar dhe drejtimi i jetës tonë është me viti personal 9 vjeçar. Por një gjë të dini, ne që të gjithë jemi unik. Në këtë kohë ka një në botën tonë, e dini, jemi ndarë në 2 realitete, në njërin krah flenë gjumë, rrinë në zonë të realitisë, i presim gjërat nga të tjerët, është drejta e tyre, ne nuk gjykojmë. Nga ana tjetër, ju që jeni, njoja e vetes tuaj, në thelësi, me zgjimin tuaj, ju e kuptoni që ka të bëjë me atë që mundet të ndjeni për 2-3 vjetë që keni arritur atë pse misionin e shpirtit, pse shpirti ju solli këtu. Mundet 5 vjetë, mundet 7 vjetë, mundet edhe më shumë, varet që të gjithë. Pra do të thotë për zgjimin intensiv, por nuk ka destinacion. Shpirti jeton dhe do të vazhdoj të veçërimi jonë është çdo ditë të jetës, që do të thotë rritjeve ndjesimit, pra shpirtëror, ashtu si kurse edhe vullneti jonë për të përmirësuar jetesën tonë çdo ditë, dhe ky përmirësim vjen nga ajo që na drejton shpirtin. Pra jemi ne që e krijojmë lumturinë. Lumturia nuk ka mënyrë. Ne për atë që na kënaq dhe atë që është misioni i shpirtit tonë dhe që na drejton, por edhe drejtimi i jetës tonë është që ne arrim në përmbushje, ne arrim në atë që kënaqemi me kuptimin e bukur të jetës për vete dhe për të gjithë universin tonë. Pra do të thotë që të gjithë ju e ndjeni që ju jeni dritë, pra mençuri, me një mendje të qartë, por edhe dashuri ynore, që do të thotë ju keni hapur zemrën dhe kjo është që është thirrja që ju kërkoni të ndihmoni në këtë jetë për te vetes tuaj. Sigurisht ju e keni kthyer energjinë, ju kujdeseni për vete, ju kujdeseni për rreth, por edhe nga ana e komunitetit tuaj dhe për një pjesë edhe nga ana kolektive, pra në shkallë të nivelit botëror. Mësoni tani të kuptoni pjesën e dytë, disa shenja për të kuptuar që zgjimi juaj intensiv ka përfunduar. E para është që ju filloni të shikoni qartë dhe duke ecur me përparësi, që do të thotë ne duke u lidhur me shpirtin tonë, ne nuk i kemi parë, nuk i shohim gjërat më në sipërfaqe, por në thellësi. Pra ju jeni që ne kemi hyrë, jemi lidhur me veten tonë dhe çdo gjë e kemi në këtë trup multidimensionar që ka informacionin, ka energjinë, ka edhe mençurinë. Pra ne nuk i shohim gjërat më në sipërfaqe, si të shikosh vlerën këtë të tjerë, të bësh si bëri tjere, apo të me krenarin tënd të vësh gishtin këtë të tjerët, apo të bësh gjërat për të plotësuar atë çfarë të tjerët presin nga ty e të tjera. Këto nuk janë me zgjimin e shpirtit. Sa shumë që ne lidhemi dhe në këtë rast kemi përfunduar, ne kuptojmë që ne nuk jemi më sipërfaqësor,
por jemi në thellësin e asaj që ndjejmë në brendësi të trupit tonë. Ne kuptojmë që ne kalojmë në një cirkëll, dhe ky cirkëll si ndryshojnë stinët, ndryshojmë dhe ne. Si ndryshojnë fazat e nënës, ndryshojmë dhe ne. Ne kuptojmë që ne mësojmë çdo ditë të jetës ku na drejton shpirti përmes eksperiencës së jetës tonë. Pra, kjo është që ne kemi kaluar, çfarë kemi kaluar, dhe shpirti na mëson që të përballemi me gjërat që ne kemi kaluar me qëllim që të njihemi dhe sigurisht në këtë lloj zgjimi ne arrim në transformimin tonë, ne arrim dhe në rritjen tonë. Ndërkohë është duke kaluar këto, çfarë ndodh? Ne arrim në identitetin tonë, ne arrim të krijojmë, pra shpirti na drejton dhe duke ndjekur higjienën e shpirtit, pa lënë pas dore higjienën e trupit fizik, se çdo gjë është e lidhur, ky trup ka mendjen, ky trup ka shpirtin, që të gjithë e kemi shpirtin, dhe me zimin e shpirtit ne bëhemi edhe më të dëmshur, edhe më të kujdesur për vete, për rreth dhe më gjerë, por gjithsesi është që ne arrim në identitetin tonë. Pra ne krijojmë fjalët, ne krijojmë mendimet, këto janë sjelljet tona, pra si sillemi, këto bëjnë zakonet tona për të cilit i kemi krijuar, ato që na bëjnë ne, që na kënaqen dhe na drejton shpirti, dhe kjo është që ne arrim të kuptojmë dhe lidhjen tonë me njerëzit, sikurse edhe ajo që në brendësi të shpirtit tonë vjen një thirrje. Dhe kjo është thirrja që shpirti ju drejton pra të ndiqni misionin e tij. Ndërkohë është që gjatë rrugëtimit të shpirtit, pra duke ecur me qartësi dhe me përpara, ne arrim që ne kemi një mendje të qartë dhe një shpirt në paqe, dhe kjo është që ne i shikojmë gjërat tani, i shikojmë gjërat në perspektivë. Ashtu sikurse ne e kuptojmë tani që ne jemi lidhur me njerëz për të cilën ne kemi të njëjtën energji, ne rezonojmë, ne kemi të njëjtën vlerë, të njëjtat interesa, dhe kjo është bukuria që ne ecim pra duke qenë me shpirtin tonë të qartë dhe hap pas hapi përpara që mësojmë mësimet e jetës. E dyta, çfarë ndodh gjatë që të gjithë ne kemi një, pra ne lidhemi, sa më shumë ne lidhemi në shpirtin, ndjeshmëria e brendshme e thirrjes së misionit tonë, që do të thotë gjatë zgjimit të shpirtit ne e kuptojmë që ne lidhemi akoma më shumë me atë pse shpirti na zgjoi këtu, dhe kjo është duke qenë se ne na drejton shpirti, ne kuptojmë që ne kërkojmë të ndërmarrim, pra të veprojmë, se ky është misioni i shpirtit, pra të që na solli, pra ne të veprojmë. Dhe duke vepruar, hap pas hapi ne arrim në përmbushje dhe në kënaqësim për atë që na drejton shpirti jon, sepse në fund të fundit shpirti jon do më shumë se të tjerat. Gjatë këtij rrugëtimi, çfarë ndodh? Ne zbulojmë që jo vetëm të vërtetën e vetes tonë, por ne zbulojmë që edhe vendin që ne kemi në këtë botë, ashtu sikurse shpirti vazhdon na drejton që ne jo vetëm që të kujdesemi, por pra të kujdesemi për veten tonë, por dhe të ndihmojmë. Kjo vjen që pas hapi, duke qenë se ne ndjekim shpirtin tonë, ne fillojmë, pra duke transformuar çdo energji, blokadë që ne kemi, qoftë në brendësi, në zonët e barkut, qoftë në jetë mendore, duke ndjekur higjienën e shpirtit, ne arrim që jo vetëm që kujdesemi për veten tonë, por ne kujdesemi sepse ndjejmë një dëmshuri, ne kujdesemi edhe për të tjerat. Sa më shumë ne hapi tjetër, sa më shumë ne vazhdojmë rrugëtimin e shpirtit, dhe në këtë kohë lidhemi dhe me veten tonë, me sekretet tona, pra lidhemi në brendësi, në thellësi, për të liruar atë që
çfarë ka ngelur akoma edhe në zorët tona të barkut që është familja jonë jeshëm, ne kuptojmë që duke e liruar këtë fëmijë, pra nga blokadat, ne zbulojmë, jo vetëm, pra lirojmë ato çfarë ne kishim krijuar në familjen tonë nga eksperienca jetës tonë si fëmijë, por edhe atë që ne gjatë rritjes së jetës tonë ne është që në barkë të nënës ne kemi mision dhe drejtimin e jetës dhe në këtë rast është që duke qenë se kemi një ndjeshmëri të lartë dhe jemi të liruar, do të thotë që ne kemi arritur të nxjerrim edhe dhuntin dhe talentin që ne kemi patur si fëmijë. Dhe kjo është kjo ndjeshmëri e lartë dhe duke vepruar si një fëmijë, ne jo vetëm që suportojmë familjen tonë, por ne edhe e ndjejmë që është për komunitetin tonë shpirtëror, pra ne jemi që veprojmë, ndriçojmë dritën në komunitetin tonë shpirtëror dhe që të gjithë të kuptojmë që kjo arrijet pak a shumë, pra gjatë procesit të zimit të shpirtit, është ne ndjejmë që në zimin e parë është që të gjithë ndjeni, sepse është ajo që ne shkëputemi, pra ne nuk jemi më si më parë, ne kuptojmë që nuk i përshtatemi botës, dhe në këtë rast që të gjithë ju ndjeni gjatë të zimit tuaj që një zë, pra në zemrën tuaj është hapur një derë, dhe kjo dera është që ndjeni që ju doni të ndihmoni. Sa më shumë ju ndiqni shpirtin tuaj, sa më shumë ju transformojmë një çfarë arrini, ju kuptoni tani që ju doni të veproni, pra ju filloni të veproni, dhe në këtë rast ju filloni të ndihmoni jo vetëm familjen tuaj, por edhe komunitetin tonë. Pra përreth nesh, ndërkohë, duke qenë për një pjesë nga ju që vazhdoni të ndiqni ku shpirti ju drejton atë që me të vërtet kemi një ndjeshmëri të lartë, është ne fillojmë pra kemi ide dhe frymëzime me një vizion larg pamës për të ndihmuar në evolimin e qenies njerëzore, për të krijuar botën e qytetarisë dhe për të ndihmuar që të gjithë njerëzit pa i prekur liri, që të hapin zemrën, të lidhemi zemër me zemër, dhe kjo është që ju mund ta ndjeni gjatë procesit të zimit tuaj. Pyetja është po si ndjehet në lidhje me zemrën, pra kur hapet, sepse ndjeshmëria e lartë do të thotë që ju keni hapur zemrën. Kjo ka të bëjë me atë që ju e kuptoni tani që ju nuk doni të ndihmoni, por ju jeni të dashuruar për të ndihmuar, dhe kjo është dashuria pa kushte, sepse ju keni hapur zemrën. Pra ju doni të ndihmoni dhe mbi të gjitha ju e ndjeni që doni të ndihmoni njerëzimin, ju e ndjeni që doni të ndihmoni universin, dhe ju e ndjeni që kjo vjen sepse ju jeni arritur në fuqinë unike hyjnore, ju e ndjeni që e keni Zotin në brendësi, e keni në zemrën tuaj, në çdo qelisë të trupit tuaj. Ndërkohë ju e kuptoni që ju jeni në paqe, ju jeni në siguri, ju jeni që jetoni me qëllim e jetës për atë që rezoron dhe që shpirti ju solli këtu me mision dhe me drejtim. Pra ju e ndjeni këta. Ndërkohë ne e kuptojmë që edhe pse kemi zbritur në tokë, edhe pse jeta në tokë është me të vërtetë e fortë dhe është, ju e ndjeni çfarë po kaloi dhe çfarë vazhdon, sidomos jemi në shekullin e transformimeve të mëdha, që do të thotë vdekje, transformim, rilindje, sepse është planeti Pluto për 20 vjet të shenjën e ujorit, që këto transformime do të ndodhin dhe do të ndjehen tek të gjithë, ndoshta jo si dikur, por akoma me një mënyrë më të shpejtë dhe më të dashur, sepse frekuencat e larta kanë arritur në tokë, dhe prandaj ju po ju tregoj që ju që keni hapur zemrën, është që edhe pse ne jetojmë në këtë realitet, ne ndjehemi në paqen tonë të brendshme, të lidhur me këtë energji hyjnore të universit të Zotit të Madh, të lidhur me tokën mëm, pra ne ndjejmë që kemi një lidhje të mrekullueshme, të dashur, të bukur, të ngrohtë, të ndjeshme, që na drejton pra për të jetuar në këtë jetë me mrekullinë e asaj që kjo është
ku ne hapim zemër këtë fuqi ynore, këtë mrekulli, këtë dritë, këtë mençuri që është që ne jemi, pra jetojmë edhe pse ka trazira, ne jetojmë të lumtur. Ne jetojmë të kënaqur dhe ne ndjekim hapasapi shpirtin ton. Ndërkohë është që ne kuptojmë që kjo dashuri na lidh troç, ju e dini që gjithçka dhe çdo gjë që ekziston në këtë univers është një, dhe kjo është dashuria ynore, dashuria e zemrës tonë, dhe ne ndjejmë dashuri për kafshët, për ujin, për çdo gjë që ekziston, për njerëzit, për yjet, për gjithçka që ekziston në qiell dhe në tokë, pra çdo gjë që e ka emrin ekzistencë. Ndryshe, bukuria e kësaj ekzistence është që ne e kemi në burimin e energjisë tonë, dhe që të gjithë mund ta thrisni Zot, mund ta thrisni univers, krijesa, çfarëdo lloj që ta quani, pra ju e ndjeni që ne kemi lidhje me gjithçka, si në tokën mëm, si në qiell. Ndërkohë është që ne jemi aktiv dhe ne nuk gjykojmë as veten dhe as të tjerë, dhe ne jemi aktiv për rreth mjedisit tonë, ne kujdesemi, siç tregova, për mjedisin, për kafshët, për njerëzit, dhe ajo që arrim ne është që çdo ditë duke ndjekur rrugëtimin e shpirtit, ne e kuptojmë që edhe pse ne jetojmë në këtë realitet, njerëzit që akoma, pra njerëzit janë të mrekullueshëm dhe ata përpiqen dhe bëjnë më të mirën, por kjo sipas njohurive që ata kanë, pra janë të mrekullueshëm, dhe kjo është mrekullia, dhe unë dërgoj mesazh të gjithë shpirtërorët, ju lutem, mjaft më folet për magji të zezë, mjaft më i futët njerëzve frikë. Lëreni çfarë kaloj, jepni optimizëm, tregoni që jeta është magji e pastër e ekuilibri të dy energjive, të mendjes tonë dhe të shpirtit tonë. Por që të arrihet kjo, dërgoni optimizëm duke u treguar njerëzve që këtu në këtë tokë mëm është jeta e bukur, kjo tokë mëm do të na lidhi ne që të lidhemi me yjet, pra me qelin, për të bërë si për si poshtë, si brenda, si jashtë. Mjaft më me magjinë e zezë. Nuk ka nevojë njeriu për frikën. Frika është që i bën, është lidhja me ndëshkimin. Pra lëreni magjinë e zezë, mos e tregoni më, dërgoni optimizëm, dhe optimizmi është na lidh me njëri tjetrin. Kjo optimizëm është si far që shkon kudo. Kjo është thirrja ime, kjo është mrekullia ime, mjaft më me magji të zezë. Jeta për të gjithë ne është akoma një mister i gjallë, i pazgjidhur, dhe nuk quhet magji e zezë, por quhet bukuria e jetës që ne si qenie njerëzore me miliarda shekuj që kur lindi prardhjen e kemi nga Memuni dhe me radhë, me zhvillim, ku jemi sot? Jemi qenie për të cilën ne jemi ndërgjegjësuar, pra se çfarë po ndodh në botën jashtme, por tani të arrim të vetëdijsohemi për të bërë të ndjeshëm, sepse pa e kuptuar harruam që kemi këtë shpirt. Me këtë shpirt erdhëm dhe me këtë shpirt do të largohemi. Ky është vizioni im largpamës për të gjithë ju shpirtëror kudo që të jeni. Hapni zemrën, lërini frikën. Frika është iluzion. Thjesht jeto çdo ditë jetës, si e do mrekulli, krijoje ti, dhe ju që jeni me zimin e shpirtit që e keni përfunduar, ju e kuptoni, dhe kjo është bukuria, që ne bisedat, thashetemet, fjalët thyese, ne nuk na përshtaten, ne sigurisht ne kemi njerëz përreth e beqar, ne dim të vëmë kufi, ne nuk i ndryshojmë të tjerët, por ne dim të vëmë kufi, dim të largohemi me fleksibilitet, pa i lënduar kërkënd, në fund të fundit është e drejta e tyre, por ne i kuptojmë që këto janë stresore.
Dhe sigurisht ne ndikojmë në kuptimin me atë prezencën tonë, me optimizmin tonë, me dashurinë hynore, ne jemi magnet dhe ne i bëjmë njerëzit tanë dhe sigurisht që ne ndihmojmë, sepse ne po i vëmë kufi karmës së vjetër në fisin ton, në shtëpin ton, kudo që të jeni, me sjelljen tuaj. Prandaj është thirrja ime optimizëm në jetë, edhe pse në cep ka pengesa, sa më shumë ju optimizëm të dërgoni, aq më shumë ne të rreqim optimizëm. Pra mjaft me lëndimet 300 lëndime. Tani thirrja është optimizëm. Dhe që të arrim në optimizëm, kërkoj që të lidhemi me veten tonë. Gjithsesi, ju që keni arritur, shenja tjetër që do të kuptoni është, ne do të mësojmë, pra duke u lidhur me veten, dhe që keni vazhduar procesin, do të mësojmë që çdo zgjim, që janë 4 fazat, ka errësirë, do të kaloj me errësirë. Kështu është zhvilluar jeta jonë. Nga errësira në dritë, ajo që sot është errësirë do bëhet dritë nesër, ajo që është dritë do bëhet, pra kështu vazhdon përjetësia e jetës në këtë planet të mrekullueshëm dhe sigurisht edhe në tokën mëmë. Më kuptoni që shpirti ne kur zgjohemi, ne jemi me të vërtetë që kërkon dhe na ndihmon që ne të lirojmë çdo lloj blokade, qoftë në zorët e barkut që është e kaluar e jonë, qoftë në hijet mendore, pra në mendjen tonë, që i kemi të uazuara, por kur mos harroni se shpirti gjithë, edhe pse ne pra nuk kemi ndjerë, sepse nuk e dinim çfarë arrim gjatë zgjimit ton të shpirtit, duke që me veten ton, ne pranojmë, çfarë shpirti na sjell, ne pranojmë. Pra çdo gjë e lejojmë që çfarë ndjejmë, e njohim me vërtetësi atë si ka ndodhur. Pra kjo është shpirti kërkon të vërtetën dhe vetëm të vërtetën, ne falim veten se shërohemi, ne falim të tjerë se lirohemi, dhe duke i dhënë mirësi dhe dashuri ne e lëm të shkojë. Ky është procesi i bukur që ne kalojmë çdo fazë të zgjimit, pra në fillim kur zgjohemi, edhe pse është do ta tregojmë vazhdim mos më zgjati video, pra çfarë do të thotë, si e kuptoni, dhe le të themi kur ne zgjohemi në zgjimin e parë, që zgjohemi, pra e kuptojmë që ne nuk jemi më si më parë, dhe çfarë ndodh është që gjatë kohës që ne jemi në zgjimin e parë, ne ndjehemi, pra mendimet, fjalët që kemi na bëjnë që të ndjehemi akoma dhe të bllokuar për shumë ditë. Dhe kjo ndjo për arsye, ndërkohë që shpirti jon ka marrë në dorë, pra ndjehemi që të gjithë jeni lidhur me shpirtin që ju do më shumë, dhe sidomos gjeneraca ime, ndoshta shkaku sëmundja juaj, ndoshta marrëdhënia juaj, ndoshta humbja e punës, ndoshta ndonjë aksident, ndoshta humbja e të dashurit e fëmijës e tjera, gjithsesi këto janë shkaqe që ju jeni, pra i keni kaluar në jetën tuaj, por ka edhe spontane, për të cilën sidomos në këtë kohë është spontane pothuajse për të gjithë njerëzimin, qoftë dhe të rinj, sepse është energjia e lartë, frekuencat e larta që kanë arritur në tokë, që shkëlqejnë dritë, pra mençuri, që japin mençuri që ka dhe një mënyrë tjetër të jetës, ashtu sikurse edhe për të jetuar me dashurinë pa kushte, në dashurinë, në dashurinë jo në nevojë, por në dashurinë pa kushte. Pra kjo është që ne çfarë kuptojmë është në zgjimin e parë, ne nuk jemi në temel. Pse nuk jemi në temel? Sepse ne ndjejmë që nuk jemi në këtë botë. Dhe ajo që kërkojmë ne duam të kthehemi, gjë për të cilën nuk ndodh sepse e ka marrë shpirti. Pra kur ju ndjeni këto pengesa që ju nuk mund të ktheheni si më parë, do të thotë që ju nuk jeni në temel. Dhe gjitha që kërkohet është që në kohën që ju jeni me shpirtin tuaj vëmendje, shpirti ju sjell gjëra që ju ndërkohë që doni të dilni nga ajo situata që jeni, pra ju jeni në grop, shpirti ju sjell gjëra që ju domethënë po qëndroni akoma në grop dhe nuk dini ku të kapeni.
por gjithsesi edhe pse ndjehet e çrregullt, edhe pse ndjehet kaotike, krizi apo sido që të ndodheni, të kuptoni që shpirti juaj ju do më shumë se askush dhe kjo është kaloj të errësirë, por mantra dhe kjo do të kaloj. Zgjidhni veten tuaj dhe sigurisht sido që të jeni që e dëgjoni këtë, ose jeni në përfundim të zgjimit të shpirtit, ose jeni në fazë, ju ndihmon që çdo gjë është e përkohshme dhe ju si ndryshojnë stinët, si ndryshojnë fazat e nëse do të ndryshoni dhe ju. Tjetër është në zgjimin e dytë, pra është që faza e dytë të zgjimit të shpirtit ka të bëjë me atë që ku ne fillojmë i dorëzojmë shpirtit, sepse shpirti na drejton, i dorëzojmë shpirtit, ne e kuptojmë që ne fillojmë të transformojmë gjërat dhe kjo na bën që ato që na sillte shpirti dhe ne donim t'i jepnim përgjigje me mendjen, tani duke na drejtuar shpirti, duke u lidhur me gjenën e shpirtit, ne fillojmë t'i transformojmë gjërat dhe kjo është që ne dalim nga gropa dhe jo vetëm që dalim nga gropa, po ne kuptojmë pasapi që shpirti ne ndjejmë që jemi në një tokë të butë, pra ne jetojmë në këtë realitet fizik, por ne ndjejmë tani që jemi bërë me atë që kjo jetë, pra paska dhe një jetë tjetër, dhe ne jemi të kapur fuqishëm mbas asaj që energjia jonë po rritet dhe sigurisht ju e dini në këtë rast është që zemra juaj po hapet hapas, pra koeficienti dritës po rritet, edhe pse keni errësirë në çdo fazë, të kuptoni që ne jemi në rritje, pra shpirti po merr kodimet e vërtetësisë së vetes, të jetës, të vërtetësisë mësimeve të universit të bollshëm të Zotit, pra sepse ju po rriteni, ju po hapet zemra dhe ju sigurisht ne nuk jemi vetëm dhe kjo është lidhja që ne jemi lidhur me burimin e energjisë, pra Zoti, universi, krijesa, angjë mjeshtra, prindrit çfarë ju të rrisni dhe kjo është që ne kapemi mbas kësaj gjëje, sepse na jep mrekulli, na jep kënaqësi, kjo është bukuria e shpirtit, shpirti na do më shumë, ku ne vazhdojmë ndjekim rrugëtimin e shpirtit. Por shënim për një pjesë nga ju që do të bësh shënim është sepse në momentin që ju ndjeni pak mirë, dhe kjo ka ndodhur, sigurisht unë kam pas një eksperiencë shumë në kohët e 2-3 viteve të para, me shumë që një me të vërtetë shpirtërore të mrekullueshëm të zgjuar dhe midis tyre kanë treguar që unë ndjesha mirë, pastaj përsëri unë ndjeva edhe një herë, nuk e di, ndjem bosh dhe e tjera. Sigurisht kjo është jini të vëmendshëm, ne nuk do të kthehemi kurrë më si më parë, sepse e ka marrë ulin shpirti dhe ajo që do të kuptoni është që të gjithë ju mos qëndroni me fantazi, pra një pjesë nga ju nuk doni që të ktheheni në to. Është okej që ju jeni të lidhur me yjet, ju shikoni yjet, në të tjera, por të jeni të sigurt që shpirti kërkon hap pas hapi të vazhdoni çdo ditë të jetës duke jetuar në momentin prezencë, duke bërë atë që ju kënaq ju, me qëllim që të arrini në dy këmbët tuaja, sepse në qoftë se ju do të rrini, nuk doni të ktheheni në tokë, pra me të vërtetë të veproni për atë që misioni i shpirtit ju solli këtu, apo dhe për drejtimin e jetës, por gjithsesi për qëllimin e jetës, është që ju do të keni lëkundje ndaj sfidat e jetës. Dhe tjetër fazë është që ku ne rritemi, pra kaloj dhe transformimi, pra para ishte zgjimi jonë, e dyta transformimi, e treta rritja jonë, sa më shumë ne rritemi, aq më shumë ne rritemi, pra ndjekim shpirtin, rritemi me vetëdijen tonë shpirtërore. Dhe vetëshërimi është i pafundshëm, nuk ka destinacion, por gjithsesi të kuptoni që është e para ka të bëjë me rritjen tonë, duke ndjekur shpirtin, pra të vetëdijësimit tonë shpirtëror, ku na drejton shpirti, dhe tjetra është vullneti jonë, që të ecim pas hapi dhe të përballemi me çdo ditë të jetës. Pra të vazhdojmë kujdes, mos u ktheni në jetën ditore, pra të vazhdoni si bëjnë të tjerat.
kjo është që mund të keni lëkundje, prandaj po ja u jap shënimin që të bini në zonë të rehatisë, sepse kjo lloj lëkundje, dashje pa dashje, do t'ju sjellë që të keni, pra të mos jeni në gjendje të përballeni me jetën, pra të mos lidheni në dy këmbët tuaja. Gjithsesi, vetëzjesimi i shpirtit, pra vetëshërimi jonë është i vazhdueshëm dhe në këtë rast të kuptoni që kjo tokë ku ne jemi në dy këmbët tona, ku ne sillemi mirë me veten për rreth dhe me të tjerët, pa gjykuar, pa kritikuar, çfarëdo lloj që ka kaluar, ne fillojmë të kuptojmë që ne jetojmë tani, pra ne atë fuqin ton, jetojmë që kjo tokë na bën ne që duke ndjekur shpirtin të lidhemi me yjet, të lidhemi me hyjet, dhe në këtë rast është ne ndjejmë që këtë vetëdije që ne kemi si yll i ndriçuar e japim në tokë duke ruajtur balancën tonë, pra në një krah vazhdojmë nga ana personale të kënaqemi me jetën, se jeta është në tokë, por ndërkohë edhe ndjekim jetën, pra të përditshme, se në fund të fundit, dhe pse jetojmë në këtë realitet, edhe pse ka kriza, ka çfarëdo lloj pra errësirë që do dalim në dritë, të kuptoni që ne dim tani, dhe kjo është që ne eksplorojmë vetdijen tonë, duke ndriçuar dritën dhe duke ruajtur harmoninë, balancën e veten tonë. Tjetër është ne do të arrijmë duke vazhduar, pra ku na drejton shpirtin në vetbesimin tonë. Pra me këtë lloj mënyre ne arrijmë, sa më shumë ne rritemi shpirtërisht, aq më shumë ne arrijmë në vetbesimin tonë. Por kujdes, se edhe nëse ju është shenja tjetër, zgjimi nuk ka të bëj vetëm që ju ndriçuat, pra arritët në ndriçimin tuaj. Bëhet fjalë që këtë lloj këtë lloj ndriçimi që kemi arritur në veten tonë, ta shkëlqejmë në botën fizike, pra të fillojmë të veprojmë në botën tonë, dhe mbi të gjitha duke vazhduar higjienën e shpirtit çdo ditë të jetës, pra është higjiena i shpirtit jeton, shpirti vazhdon, kërkon, pra të jeton, dhe derisa të jetojë shpirti është që kërkon rritje, zhvillim. Dhe në këtë rast është duke ndjekur me të vërtetë rrugën e shpirtit dhe higjienën e shpirtit, ne arrijmë në themelin e jetës tonë, në vërtetësinë kush ne jemi në të vërtetë. Kjo është që na bën që ne të jetojmë me vërtetësi. Tjetër është çfarë ndjeni kur ne pra këtë ndriçim e japim në realitetin fizik, është që ne kuptojmë që ne nuk është se na ndikojnë të tjerat. Pra ne kudo në çdo aspekt të jetës, në familje, në shtëpi, kudo që të jeni, të tjerët nuk ndikojnë tek ne, ashtu sikurse dhe ne nuk kemi nevojë për ta. Kjo nuk do të thotë që ne do të ndahemi nga ta. Në asnjë mënyrë, është familja jonë, por ne nuk lejojmë që ata të ndikojnë tek ne. Ne jemi si ne jemi, kështu si jemi në të vërtet, dhe ne kërkojmë që të na njohin si ne jemi. Është puna e tyre se si ata e pranojnë. Ne nuk gjykojmë, por në rast se ne ndjejmë që të tjerët nuk na pranojnë si ne jemi në të vërtet, ne dim të vëmë kufij, dhe kjo është që të gjithë është që ne lidhemi dhe universi na lidh me njerëzit që rezervojmë. Tjetër është që ne jemi që e kuptojmë që ne jemi ndryshe me realitetin ku jetohet. Pra jemi kryekëput ndryshe, sikurse ne jetojmë në momentin prezencë dhe çdo ditë me shpirtin tonë, kokë më kokë. Ndërkohë vazhdojmë duke ndjekur shpirtin tonë, shpirti na ndihmon, ne rritemi dhe ne kemi edhe një ndjeshmëri të lartë, dhe kjo është mrekullia. Sa më shumë të ndjeshëm të bëhemi ne, aq më shumë ne kuptojmë që planeti jonë çan, që planeti jonë është kaq i lënduar dhe njerëzit tanë jetojnë me frikë, ku kjo frikë është iluzion. Por, çfarëdo lloj që ne kaluam, dhe rezultati i përfundimit të zimit të shpirtit nuk është destinacion, por ju të kuptoni që
është ju ndjeni që jeni në stabilitet. Që do të thotë që ne jemi në gjendje të menaxhojmë ndjeshmërinë tonë, pra emocionet. Kudo që të jemi, kudo ne jemi me emocione të bëra mjeshtër. Ndërkohë ne kemi arritur në fuqinë tonë, kjo fuqi e mrekullueshme që është zemra hynore, zemra e dashurisë pa kushte, që jepi dhe japim akoma dhe më shumë mrekulli, dritë dhe dashuri dhe bolla në këtë univers, në këtë botë tonën. Ndërkohë është që ne jemi dhe kuptojmë dhe kujdesemi për energjinë për rreth vetes tonë, jo vetëm ne kuptojmë kush është energjia jonë, por ne kuptojmë dhe energjinë e të tjerëve. Ndërkohë ne jetojmë në momentin prezencë dhe kokë më kokë dhe ne absorbojmë, pra jemi të vëmendshëm, ne kemi një mendje të qartë dhe një shpirt në paqe dhe ne jemi absorbues dhe kjo na bën që të kuptojmë dhe të përshtatemi dhe të marrim gjërat që ne na shërbejnë duke lënë çdo gjë që nuk na shërben. Pra kjo është që ne jetojmë me mendje të qartë dhe shpirt në paqe, ndërkohë është që ne jemi në themel, pra ne kemi arritur në natyrën tonë natyrale, ashtu si krijesa na ka krijuar si dikur fëmijë, pra në themelin tonë, edhe kjo është që ne vjen sepse ne jemi shkëputur nga të gjithë frikrat. Dhe një nga mrekullitë që ne jemi të shkëputur nga frika dhe arritëm në vetbesimin ton, është që ne kemi liruar fëmirin ton të ershme. Pse? Se në fëmirin ton të ershme, ne nga që sidomos brezi i gjeneracës time, neve prindrit nuk kishin kohë, ashtu e dini në nivelin e tyre dhe kërkonin më të mirën për ne. Megjithatë, në gjatëritjes tonë, ne vetë si fëmijë ne krijuam që ne nuk ndjehemi të sigurt as në shtëpi, as ku në shkollë, apo me fëmijët, apo me rritjen tonë. Pra, sidomos në fëmijëri, ne nuk ndjeshim të sigurt as nga prindrit, pra ata që kujdeseshin për ne, ndoshta prindri, ndoshta mësuesi, pa si fëmijë kujdestari jonë. Duke mos qenë të sigurt, ne nuk dinim se si t'i jepnim gjërat në mendje, se në mendje nuk e kishim dhe ishte ajo që ne ndjenim. Atëherë si ndjeshim ne të pasigurt, duke u ndjetë të pasigurt, shpirti jeton, çfarë krijoi shpirti jon si fëmijë? Okej, unë nuk besoj as ke prindrit, as ke mësuesi, as ke të tjerë që po ju ndihmojnë ju, pra nuk besoj. Dhe duke mos besuar, çfarë ndodhi me ne? Ne morëm në përsi fëmijë, u rritëm më shpejt se ç'duhet dhe vum kontrollin e jetës. Pra ne filluam të kontrollojmë jetën dhe kjo ishte frika që ne krijuam si fëmijë, dhe frika kishte lidhjen e ndëshkimit. Dhe kjo ka ndodhur pa i gjykuar të kaluarën tonë, ashtu ishte niveli i afatit kohor, por tani kjo është që ne arrim në themelin tonë, sepse ne lirojmë fëmirin tonë dhe ne jemi në vetbesimin tonë, sepse ne gjejmë dhuntin, talentin, vlerën tonë, dhe kjo na bën që ne jemi në vetbesimin tonë për atë që ne kemi vlerë. Dhe tjetër është që ne duke hapur zemrën, ne kuptojmë që edhe duke jetuar në prezencë, ne kuptojmë se zemra jeton çdo sekond të jetës. Nëse zemra ikën, ne nuk jemi në këtë jetë, është që prezencën e Zotit apo të universit që të gjithë rrisin, pra të burimit e energjisë, e kemi në këtë super fuqi që është kjo zemër hynore e dashurisë pa kushte. Pra ne kemi hequr çdo lloj frike. Kjo na jep që ne jemi të lidhur, duke eliminuar frikën, ne jemi të lidhur me dashurinë hynore, pa kushte, me unitetin tonë hynor, e cila na jep paqe, na jep siguri, na jep lumturi. Ajo që ne kuptojmë është që në momentin që ne ndjejmë që e kemi Zotin në zemër, dhe është e vërtet, ajo që ne kuptojmë është kjo dashuri pa kushte na jep fuqin. Ne nuk kemi frikë nga vdekja. Ne nuk kemi frikë nga e tanishmja, ashtu sikurse dhe e ardhmja. Ne nuk kemi frikë nga fuqi, qoftë në brendësi, pra në thellësi, qoftë dhe në lartësi. Ne nuk kemi frikë nga ëngjëjt, ne nuk kemi frikë nga intrigat, pra çfarëdo lloj që ndodh, sidomos nga gjërat që bëjnë
njerëzit, se njerëzit pa e kuptuar, ne lëndojmë njëri tjetrin, jemi kthyer sklever të njëri tjetrit. Pra edhe vetëm bota e materjes, por kujdes dhe për ju shpirtëror, për të cilën flisni shumë për magjinë e zezë. Mjaft më me magji të zezë. Njerëzit janë ndërgjegjësuar, kanë një nivel të lartë të ndërgjegjësimit dhe mjaft me shumë gjëra që janë marrë nga të parët tanë që kanë bas frikën. Pra kjo është magjia e zezë, sepse në pa fuqi njerëzit nuk kanë ditur të japin zgjidhje, por në këtë kohë dhe në këto frekuenca të larta ku planeti jon është në një drejtim të rrugës së madhështisë për të lidhur zemër me njëri tjetrin, që të gjithë ne, dhe sidomos ju shpirtëror, kudo që ndihmoni, dërgoni optimizëm. Kjo është thirrja ime dhe jo vetëm e imja, por e zemrës së Zotit. Dërgoni optimizëm. Ky univers ka nevojë për optimizëm, ky univers ka nevojë për mendime, sjellje, fjalë, zakonet, ato që na bëjnë ne të gëzuar, të kënaqemi dhe të veprojmë për njëri tjetrin zemër me zemër. Prandaj dërgoni me të vërtet bukurinë e magjisë së pastër, magji e pastër, që do të thotë është ekuilibri i mendjes dhe i shpirtit ton për të arritur, që jemi me 5 shqisat, por tani me ndjeshmërinë ton, dhe kjo është ftesa që vetëm atëre duke u lidhur me veten ton ne nuk do të shkëputemi nga frika që është iluzion, dhe kjo na bën që ne e kemi këtë në brendësi të shpirtit ton. Duke qenë se e kemi në brendësi të shpirtit ton, ne e kuptojmë që asnjë fuqi nga jashtë nuk ndikon tek ne, sepse është kjo fuqia hynore që e kemi që të gjithë pa përjashtim, por është e drejta e çdo kujt që i lirë të jetë i hapur në univers me këtë energji të re të dritës, së mençurisë, së vërtetësisë, të mësimeve të universit të Zotit të Madh, ashtu sikurse me dashurinë pa kushte që e kemi që të gjithë në zemër, dhe kjo zemër doni apo nuk doni, apasapi për të gjithë do të hapet, ndoshta as një pjesë edhe mund të vdesin pa e ditur se çfarë do të humbin, por jeni të sigurt që për brezat ardhshëm, për fëmijët tanë, për një prembesa, kjo është drejti rrugës së madhështisë, kjo është ajo vizioni im lartpamës, dhe apasapi me këtë vizion do të vazhdoj deri në frymën e fundit të jetës time, për arsye që të gjithë ju dërgoj atë që Mahatma Gandhi, një filozof, avokat, luftarak i politikës së lirisë në kohën e shekullit 19, një person nga India, që të gjithëve u bëri thirrje dhe unë po ja u dërgoj ju. Jetoni sikur e nesmja, pra ju sjell vdekjen, pra jetoni sikur nesër do të vdisni, por mësoni çdo ditë sikur do të jetoni përjetësisht. Që të gjithë ju ftoj, ulluni me veten tuaj, ndjeni zemrën vetëm 1 minutë duke marrë frymë dhe duke ndjerë frymën, dhe duke u observuar, duke qëndruar në zemrën tuaj, bëjni zakon edhe dëgjoni rrajet e zemrës tuaj. Pra qëndro me veten tënde. Ajo që do të dëgjoni është duke qetësuar në këtë rast veten tuaj, duke ndjerë këtë buzëqeshje të bukur të rrajes së zemrave tuaja, dhe duke dëgjuar këtë zë, edhe të veproni për atë që ju drejton. Kjo është për sot kjo video, dhe me mua mirupafshim deri në video tjetër. Faleminderit.